Mbërin zarfi i zi pas incidentit mes Dolces dhe Albës. Shtëpia e Big Brother VIP Kosova është përfshirë nga tensionet e larta pas një përplasje fizike mes dy banorëve, Dolces dhe Albës. Produksioni ka reaguar menjëherë duke dërguar një zarf të zi, i cili paralajmëron masa disiplinore ose përjashtim. Dinamika e ngjarjes. Sipas pamjeve dhe dëshmive të para, incidenti u zhvillua si vijon. Situata nisi kur Alba e spërkati Dolcen me ujë gjatë një debati. Dolce u përgjigj duke u përpjekur ta largonte Albën, me qëllimin, sipas tij, për të shmangur eskalimin e mëtejshëm të sherrit. Gjatë këtij kontakti, Alba ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë mbi kolltuk. Ky moment ka nxitur diskutime të shumta si brenda shtëpisë, ashtu edhe në rrjetet sociale. Ndërsa një pjesë e publikut e cilëson reagimin e Dolce si një mbrojtje instinktive për të krijuar distancë, të tjerë pretendojnë se forca e përdorur ishte tepruar dhe përbën goditje ose shtyrje të qëllimshme. Big Brother ka një politikë të tolerancës zero ndaj dhunës fizike. Zarfi i zi pritet të sqarojë nëse ky veprim do të çojë në skualifikimin e menjëhershëm të njërit prej banorëve apo në një masë tjetër ndëshkimore.